Mbrëma, zoti Beja. Faleminderit që pranuat ftesën. Sa po vini nga Brukseli, ngjan se roz është bërë atmosfera me cilën edhe njëherë ne u përfaqësuam në këtë takim të radhës. Objektivisht është padyshim më mirë nga çdo herë tjetër kemi qenë në takimin e këtij komiteti për shkak të rezultateve, të cilat janë të dukshme edhe për publikun shqiptar gjatë këtyre 7 muajve të fundit, nga takimi i mëparshëm në 10 dhjetor në Tiranë. Deri ditët e fundit, ne na vinin mesazhet nga Tirana për ndryshimin, për ecjen përpara, për bashkëpunimin, majorancë, opozitë, çka ishte dhe ajo që duhej për këtë takim, i cili është në mbyllje dhe të aktivitetet parlamentit, dhe është një takim shumë i rëndësishëm midis parlamentarëve të dy vendeve, por edhe midis përfaqësuesve të qeverisë Shqipërisë edhe të Komisionit Evropian. Kështu që ishte një shkëmbim mendime shumë i dobishëm për të vënë duke atë që është arritur. Në radhë parë në realizimin e kërkesave të marrëveshjes së stabilizim asociimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare, në kuadrin të cilit është krijuar ky komitet dhe detyra e cilit është shikojë se si ka ecë procesi i parafrimit legjislacionit të Shqipërisë me legjislacionin e Bashkimit Evropian komunitar, aki komunitar apo direktivat e çka kemi pas një rezultat shumë pozitiv sepse janë rreth 80 ligje të miratuar. Shumica e tyre bashkarisht, aty përfshihen ndryshimet në kodet, përfshihen të gjitha ato ligje me 35 ky ju dini dhe kanë qenë pjesë e bashkëpunimit pas 14 nëntorit midis dy palëve. Ishin rezultate të prekshme, krijimi i gjykatës administrative, deri së fundit domethënë, lajmi që na erdhi aty dhe që u duar trokyt aty nga mjedisi për reformën zgjedhore, e cila për hir të së vërtetës ishte dhe thelbi i të tërë këtyre kërkesave sepse lidhet me demokracinë. Lidhet me garancinë që të gjitha palët besojnë se nga kodi sot i kanë për të futur një garë elektorale të ndershme, të fitojë ai do të marrë shumicën e votave të popullit. Për herë të parë, le të themi që pas disa kohësh dilet me një deklaratë përbashkët nga Komiteti i Asociimit Stabilizimit. I kemi të gjithë në mendje janë të freskëta kujtimet e përfaqësimeve të tjera shqiptare ku ishte pamundur të dielej me një deklaratë e cila adreson disa prej çështjeve më të rëndësishme. Le ta nisim me këtë vullnet të shprehur në kuadër të përmbushjes së reformës zgjedhore dhe të marrim pak më radh disa prej pikave më të rëndësishme të kësaj deklarate, zoti Beja. Së pari nuk ishte hera e parë që ishte deklarata, se edhe në 10 dhjetor në Tiranë e patëm një deklaratë të tillë, por ishte një deklaratë më shumë në atë moment mbi besimin pas marrëveshjes 14 nëntorit. Deklaratat e mëparshme, nëse janë arritur, ato që janë arritur për shkak të klimës konfliktuare politike. Unë mund t'ju them që para deklaratës së dhjetorit, ne dështuam vetëm për një shprehje që u propozua të futej aty sipas kushtetutës. Tani nuk ka deputet Shqipëria apo jashtë saj që të kundërshtojë sipas kushtetutës, sepse është një kërkesë minimale që mund diskutohet në një deklaratë midis dy palëve që kanë mendime ndryshme për gjërat. Vetëm kjo propozim edhe u prish. Sepse kishte tendencë për të mos e bëra deklaratë, pra gjithmonë do të gjejnë ndonjë arsye dhe një alibi. Ka pas një tani kemi dy herë radhë deklarata del, si gjithë delegacionet e tjera, sepse siç është ky komitet midis Shqipërisë dhe janë dhe delegacionet e tjera nga vendet e tjera të cilat tani në proces integrimi në Bashkimin Evropian. Padyshim në këtë deklaratë, edhe pse kjo pasqyron, deklarata është shkruar një muaj më parë. Pra pasqyron atë gjendje që është para një muaji. Gjithsesi, në atë deklaratë vjen në dukje arritit që janë pas marrëveshjes 14 nëntorit edhe ecurisë punime në parlament, në gjitha drejtimet, të gjitha, po të vini re me vëmendje të gjitha pikat e deklaratës, por dhe shkëmbimi i vendimeve që u bë aty ishte që në të gjitha një nga çështjet kryesore diskutimi 12 përparësive. Që nuk janë 12 në fakt, por po... Si pika me që kështu ka ju shprehje, po aty pasaj janë çështje, janë disa prej cilave, për te asaj që është bërë, dhe që mund të bëhet, dhe që do të bëhet, janë dhe pika që lidhen me zhvillim demokratik afatgjat të vendit, ta zëmë lufta kundër korrupsionit. Që nuk bëhet me njëherë dhe nuk ka një etalon matës... Nuk është se s'ka korrupsion në Francë, në Itali, apo në Bashkimin Evropian, apo në vendet e tjera. Por është një proces i domosdoshëm që të kemi një shoqëri të shëndetshme demokratike. Dhe padyshim duhet të ketë hapa dhe rezultate konkrete në gjendjen e korrupsionit në Shqipëri sot, në mënyrë që ne të jemi të besueshëm si një vend që kërkon të jetë
pjesëmarrës dhe antar i barabartë me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Kështu që në këtë drejtim, nëse keni parasysh edhe deklaratën e Fyles në Parlamentin e Shqipërisë dhe në takimet e mboshme, deklaratat publike, u fokusua vëmendja në disa pika kryesore, të cilat në lloj mënyre ishin u bën prioritare mbi rekomandimet kryesore. Pikërisht, domethënë, ishte ajo që ishte paketa e marrëveshjes dhe nëntorit, ku padyshim e para ishte kjo. Reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore, me cilën lidhen dy pika nga 12-që, krahas atyre që ishin arritur dhe që dihen, domethënë bashkëpunimi në parlament nuk kemi më para disa vjetësh, domethënë ne problemi ynë i parë ka qenë që kishim parlament ku opozita nuk erdhi për një periudhë të gjatë, kur erdhi nuk votonte për një periudhë të gjatë dhe votimet në mënyrë të rregullt filluan pas dhjetorit. Votimet do thosë gjithmonë do të jenë të njëjta. Në gjitha parlamentet ka votime ku votojnë bashkërisht dhe ku nuk votojnë bashkërisht. Edhe në Shqipëri pra kemi një parlament funksionues, me një debat parlamentar, me votimet përbashkëta edhe ligje organike, me votime ku mendimet janë ndryshme dhe ka ndryshime në votim, opozita voton kundra ose majoranca voton kundra dhe anasjelltas ose abstenojnë. Minimalja e funksionimit demokratik të jetës parlamentare, aty ku mbledhen profesionistë e popullit. Kamerat për 3 vjet për cilin nga Shqipëria. Nuk e pan këtë normalitet. Për cilin nga Shqipëria, një parlament që s'funksionon dhe këtë mënyrë. Kështu që të gjithë e ndjenin aty tani në Bruxelles, të huajt kam parasysh, që gjërat kanë ndryshuar. Dhe kjo bindje u përcoll tërësisht. Zoti Beja, ju përmendet me të drejtë deklaratën që komisioneri për zgjerimin Shtefan Fyle bëri në Tiranë, kur erdhi nga Parlamenti i Shqipërisë, që nga ajo deklaratë deri në këtë moment ndodhi edhe një ngjarje e rëndësishme siç ishte zgjedhja e presidentit. Ajo konsiderohej si një moment në kuadër të gjetjes së frymës së konsensusit, pavarësisht se nuk ishte një kusht i shprehur edhe për statusin. Megjithatë, në vlerësimin edhe të deklaratës përbashkët, por edhe të qëndrimit të Brukselit, si shihet mënyra e zgjedhjes së presidentit dhe si ndikon në vlerësimin për Shqipërinë? Atëherë duhet jemi të vetëdijshëm që, siç e thatë edhe ju, nuk është pjesë e 12 çështjeve që i janë vënë Shqipërisë, qysh në 2010, në opinionin e komisionit që përcillet parlamenti, pas kërkesës sonë për të hyrë për të qenë antar të Bashkimit Evropian. Është rimarrë në progres raportin e 2011-ës në ndorë. Kështu që këto të 12-ën nuk flasin për presidentin dhe çështja e presidentit ka dalë më shumë në një kuadër të luftës politike dhe të kundërshtive, të ndërsjellta gjatë muajve të fundit, u bë objekt një debati publik këtu politik në Shqipëri, në kundërvënie me kërkesat kushtetuese që ka një afat të caktuar fare mirë në kushtetutë se kur bëhet ky debat dhe si bëhet ky debat, dhe kjo krijoi një shqetësim në Bruxelles. Kush ishte shqetësimi? Shqetësimi, unë besoj që qytetarët e kanë të qartë, po të ndiqnin deklaratën e qoftë të Fyles, qoftë deklaratën e tjera nga Bruxelli, që të mbyllet reforma elektorale deri 24 maj. Përpara se të nisë 24 maj, sepse 24 maj fillonte procesi i ligjor i zgjedhjes presidentit. Dhe frika ishte që ky parlament mos arrit dot, meqense palët bien dakord, për shkak të konfliktit politik ka pasur në Shqipëri, frika që nuk vinte në parlament fare, apo s'votonte fare për kaq kohë opozita, dhe mundi që parlamenti mos arrinte dot të zgjidhte presidentin, që do thotë do të shkonin në zgjedhjet parakohshme. Ky ishte meraku i kishte Brukseli. I nxitur një çik dhe nga dëshira e socialistëve që për të shkuar drejt asaj rrymë, drejt zgjedhjeve parakohshme, pavarësisht nga analiza objektive që mund t'i bëjnë gjërave. U zgjodh presidenti, u përjashtua kjo frikë, si thuash, nga një destabilizim i gjendjes. Po përdorimi të fjalëshit shansi humbur që disa media e kanë marrë dhe rimarrë edhe gjatë ditës së sotme pas deklaratës përbashkët. Atëherë duhet kemi parasysh që deklarata zyrtare nga Brukseli, nga të gjithë përfaqësuesit e saj, edhe nga parlamentarët, edhe nga Kukani, bashkëkryetari tjetër i komisionit të përbashkët, por edhe nga përfaqësuesit, qoftë presidentës, qoftë komisionit, kështu, është që presidenti zgjedhur në përputhje me kushtetutën dhe quhet një çështje e mbyllur. Nuk ka dyshim që jo vetëm ata, po dhe ne kemi pas dëshirën, dhe është një dëshirë natyshme që kemi të shprehur në kushtetutë që presidenti të mbështetet me vota nga të tërë ose nga grupet kryesore politike. Pra të ketë një konsensus në dhënien e... Presidenti nuk zgjedh me konsensus, zgjedh me votë.
që do të thotë, por atë që do të thotë që është mirë që presidenti vend zgjedhet në bashkëpunim nga forcat e majorancës dhe të opozitës. Edhe sikur majoranca të ketë 84 vota. Është e pëlqyeshme që presidenti të ketë pjesëmarrjen në përzgjedhjen e tij. Një gamë sa më të gjerë. Në përzgjedhjen e tij të ketë pjesëmarrje të dy palëve. Pse? Sepse personi që do të zgjedhet i bie që në mes të mandatit të tij të ketë një parzgjedhje, sipas kushtetutës. Dhe në këto parzgjedhje është gjithmonë mundësia që të fitoj para ajo që ka qenë opozit në momentin e zgjedhjes së tij. Që do të thotë do të kemi një kohabitacion, një bashkëjetesë midis presidentit të vendit me një qeveri e cila nuk është nga ai grup i cili ka propozuar presidenti. Kështu që është e dobishme gjithmonë që presidenti të zgjidhet me një vot sa më të gjerë në parlament, përtej konfliktit të kësaj radhe. Unë në këtë kuadër që thonë ju citova në Bruxelles, në fjalën time aty, që nga 6 raste që ka pas zgjedhjet presidentit të Shqipërisë në 20 vitet e fundit, vetëm në një rast, presidenti zgjedhu në këtë mënyrë siç ju thash. Pra, me një pjesëmarrje në votim dhe mbështetje me vota nga të dy palët. Në 5 rastet e tjera, presidenti zgjedhu nga majoranca e radhës. Dhe kjo është e vërteta. Është një praktikë që ndodh në të gjitha parlamentet, nuk është një gjë e veçantë. Pra, presidenti zgjedhën përputhje me kushtetutën, është mirë të zgjidhet gjithmonë mbështetje nga dy palët, por varet gjithmonë nga bashkëpunimi. Dhe ky ka qenë problemi i Shqipërisë, futja ose fillimi i procesit me ultimatume, ka qenë një problem. Atëherë, kjo mënyrë e zgjedhjes presidentit nga Brukseli, si qëndron në funksion edhe dhënies së progres raportit dhe vlerësimit të ecurisë së Shqipërisë në përmbushjen e rekomandimeve të saj. Po ja u përsëris. Dhe unë po kam ngul sepse po ja u përsëris, shumë dakord. Mediat e lexojnë në mënyra të ndryshme gjithnjë zoti Beja. Tani më vjen keq që qoftë media, qoftë ka politikanë tjerë që ende kanë ngelur mbrapa të diskutimit të çështjes presidentit. Është një problem i mbyllur. Ju besoj keni lexuar mediat se si e kanë interpretuar edhe gjatë ditës së sotme deklaratën e përbashkët. Po ja u përsëris. Është një histori e mbyllur. Është një histori që nuk ka qenë kur kusht, nuk ka qenë në 12 përparësitë. Ai autor në media që thot ndryshe të marrë të lexoj 12 përparësitë, të lexoj gjithë deklaratat zyrtare. Është një proces i mbyllur. Është bërë me një vot në përputhje me kushtetutën në parlament. Unë vetë kam shprehur dhe shpreh dhe sot. Keqardhjen që nuk mori pjesë në votim Partia Socialiste. Opozita. Pse? Sepse nëpërmjet pjesëmarrjes Partia Socialiste me atë prani të madhe që ka në parlamentin e sot, do të mund të ishte patjetër pjesëmarrëse në selektimin në zgjedhjen e personit që do të ishte president. Nëse se bëri këtë, nuk ja ka fajin kusht tjetër. Unë nuk do të futem te jo, sigurisht, historia si u zgjodh presidenti sepse përderisa është mbyllur, është një figurë e cila dhe nuk ka njeri që ngjelet pra përveç atyre të cilët kanë vullnetin për të krijuar pika mos përputhje midis palëve. Tashmë ky është një problem i vetë presidentit në raportet me politikën dhe institucionet e tjera. Pra kjo histori është e mbyllur. Presidenti, kushdo të qoftë ai që zgjidhesh, i detyruar të zbatojë kushtetutën. Pra në sjelljet e tij duhet të jenë sjellje kushtetuese, pavarësisht kush është qeveria, pavarësisht kush është majoranca apo opozita gjatë mandatit të tij në parlament, është i detyruar të ecë në ullin e detyrimeve të veta kushtetuese, si përfaqësues i unitetit të popullit. Dhe kjo është për të gjitha vendet. Presidenti i Amerikës nuk zgjidhet nga të gjithë amerikanët. Sigurisht. Zgjidhet nga shumica e atyre që marrin pjesë në votim. Dhe ky është rregulli gjithandej në Francë dhe gjithandej që janë zgjedhje të drejtë për drejtë. Po në fund është presidenti i gjithë amerikanëve. Pasin dyshim se detyrim kushtetues. Zoti Beja, përpos çështjes presidentit, natyrisht që më ka bërë përshtypje edhe një tok fjalësh, nevoja e plotësimit të një mase të konsiderueshme të rekomandimeve të kërkuara nga Komisioni Evropian. Çfarë do të thotë kjo masë e konsiderueshme? Atëherë nuk ka masë konsiderueshme. Përkundrazi, ka një masë të papërfillshme. Dhe nëse i shikon gjërat, nëse i merr 12 përparësitë, në kuadër të përmbushjes për rekomandimeve, po. Gjithmonë për këtë flas. Pra Shqipëria ka kërkuar dhe un kam këmbgulur aty që ne të shprehemi që Shqipëria i ka përmbushur përgjithsisht të 12 përparësitë dhe të dilim me sugjerimin ndaj Komisionit që të jepë statusi për i Shqipërisë statusi i kandidatit. Për fat keq nuk pata mbështetjen e opozitës shqiptare që të fute ky amendament me këtë kërkesë time. Kam bërë amendament aty që Shqipëria, do në të dy elementet, që Shqipëria ka arritur rezultate të dukshme në realizimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, sepse ky është dhe roli i komitetit, dhe për 12 përparësitë. Se po ta thonim ne, po ta thon shqiptarët, po ta thon atje në parlament,
duke këmbgullu që të mbyllë dhe ajo që ka ngellë. Atëherë bet me besueshme që kur të mblidhet komisioni, se i kanë shpejt gushti, atëherë të thonë që ka një mbështetje. Po kjo ngjen si suggestionuse në këtë formë, se në rast se opozita nuk është e bindur që kjo masë e konsiderueshme është plotësuar. Tani, opozita deklaroi aty që ne mbështesim marrjen e statusit. Dhe s'ka dyshim për këtë punë. S'mund ta vë dyshim jo unë, por kush. Por nuk më mbështeti mua në amendamentin tim për ta shkruar këtë në atë që juve keni thënë, sepse kjo që keni pas ju dhe që qarkulluar në Shqipërinë shqiptare është shkruar një muaj përpara dhe nuk ka të parashikuara as zhvillimet më të fundit pra zhvillimin e përditshëm që thash zgjedhore, domethënë për reformën zgjedhore. Dhe po themu, po të lexoni atë draft deklaratën, atje thuhet që të merren masa urgjente për të zgjidhur reformën zgjedhore. Eksakt. Gjante që kishte një disfazim kohor mes zhvillimeve. Dhe unë kam ngula shumë që kjo të ndrohet sepse nuk është normale, sepse është jashtë kohe, sepse është tejkaluar, por nuk pa ta mbështetjen e opozitës time. Kështu që duhet kuptojmë dhe të ta vëmë veten dhe në rolin e atyre europarlamentarëve. Ka pasur deklaratë që po unë ngacmuat ajo që është ashtu, atëre ne se jemi dakord këtë deklaratë, këtë fare deklaratë. Reforma zgjedhore pritet kalimi në kuvend, nuk priten surpriza nga ky këndvështrim, le ta konsiderojmë të mbyllur. Janë dhe dy çështje tjera në kuadër të marrëveshjes së nëntorit, cilat gjajnë se në këtë frymë konsensusi mund të përparojnë, siç është reforma parlamentare dhe çështja e heqjes së imuniteteve. Tani, kjo e dyta është jashtëzakonisht e rëndësishme. Heqja e imuniteteve, pra. Po, heqja e imuniteteve, sepse parlamenti besoj që të gjithë shikojnë parlamenti funksionon, parlamenti mund ta ndryshojë rregulloren sa herë që të ketë nevojë, jo vetëm me këtë rast, por ajo kërkesë që është futur aty është futur nga ajo klim që shikonin të huajt si dhe shqiptarët në këtë parlamentin e Shqipërisë. Dhe kjo ka qenë në 2000, ja u thash, në 2010 që është futur ajo shprehje aty. Dhe në 2010 ju e mbani mend që nuk vinte fare në parlament ose vinin dhe sfotonin. Kjo ka qenë situata në 6 muaj që e parë 2009-s. Nuk erdhën në parlament. Pastaj filluani po në mënyrë të kushtëzuar gjatë 2010-s dhe kur ka dalë raporti i komisionit, opinioni i komisionit dërguar parlamentit ka qenë tetor nëntor i 2010-s. Domethënë në shtator kishte filluar parlamenti, një opozitë që s'kishte marrëdhënie të kushtëzuara, po ju kujtohet ju deklarata, marrëdhënie të kushtëzuara me parlamentin, u ndryshuar. Dhe ajo ka ngelur atë nga ky. Thelbi është imuniteti. Pse imuniteti? Sepse me imuniteti lidhet një nga pikat e tjera të rëndësishme korupsioni, i cili është një çështje për Shqipërinë, është një problem për Shqipërinë, e keni gjithë mendet të përditshëm, do të thënë perceptimi është i madh brenda dhe jashtë vendit, dhe përtej masave të vlerësuara edhe nga raportet e Bashkimit Evropian, edhe nga analizat e ndryshme, që janë marrë nga ekzekutivi gjatë kësaj periudhe, ose në drejtim të legjislacion gjatë kësaj periudhe, qoftë për korupsionin, qoftë për krimin e organizuar. Për rezultatet ka policia, për rezultatet që ka gjithmonë në luftën kundër sekuestrimi pasurive të krimit e kështu me radhë, apo rastet korruptive, në të gjitha rastet ka rezultate të dukshme. Mënyra e tenderimit të tenderave publike e tjera. Domethënë ka element elektronik, domethënë përdorimi i instrumenteve elektronik në garën, në ndryshime më parë. Prapimi në bazë ligjore. Të tëra këto janë pozitiv, jo, janë në konkrete. Nuk mund të bësh një tender publik sot, asnjë dikaster, asnjë ministri, pa kaluar në prokurim elektronik. Po ka një dallim të madh midis një prokurimi elektronik dhe midis një tavolëngje me 3 veta dhe i konkurrojnë në pushin ca letra. Komuncia e abuzimit është e lartë. Por dhe tek çështja e korrupsionit e lidhur, eksakt. Ka mjaftueshme. Eksakt me imunitetin. Korrupsioni. Pra, përtej asaj që është arritur pozitivi, kërkohet heqja e imunitetit, e cila nuk është e shkopi magjik. Pikërisht, këtu është problemi. Por, absolutisht mund të jetë. Pra, a mund të jetë ajo treguesi kryesor i luftës kundër korrupsionit, kur Shqipëria është problem dhe ndëshkueshmëria? Dhe mos ndëshkueshmëria më mirë. Shiko, transparenca është e domosdoshme. Instrumentat ligjor për të ndikuar dhe për të vepruar në mjedis, kundra shkeljeve apo abuzimit me paret publike. Të gjitha janë element domosdoshëm, por përderisa shoqëria shqiptare shumë e fryrë me idenë e imunitetit. Nuk ka dyshim të njerëzve të cilët të korrupsionit tek njerëzit me imunitet. Korrupsionit me njerëzit me imunitet. Po nuk ka qenë imuniteti pengesë edhe për të hetuar në fakt apo për të ndëshkuar? Absolutisht jo, sepse parlamenti shqiptar dhe s'mund të dalë kusht të thotë të kundërtën, në të tëra rastet që ka pas një kërkesë nga prokuroria, qoftë për një deputet mazhoranzës, qoftë për një deputet opozitës, qoftë për një ministër, qoftë për çdo person tjetër me imunitet, ka vepruar me njerë duke e liruar, duke ja heqë imunitetin.
Pra ja ka lënë fushën e hapur konkretisht organit të akuzës për të hetuar. Dhe mos ngelim jetën këtu dhe ne duhet të kuptojmë që korrupsioni është edhe aktive dhe pasive. Korrupsioni nuk është vetëm tek ata njerëz që kanë imunitet, ka një çik për tek kësaj. Pra, çështja e luftës korrupsionit lidhet me jo vetëm me imunitetin, por edhe me mënyrën e veprimit të institucioneve të ngarkuara me ligj, gjyqësori, prokuroria, administrata gjithë pra. Për këtë arsye Partia Socialiste ka kërkuar që adresimin e çështjes heqjes së imunitetit ta bashkëqyrojë me një kusht të fortë me zhvillimin e reformës në drejtësi edhe në këto element. Tani, për tek kësaj, Partia Socialiste ngreve ditë për ditë vetëm korrupsioni i qeverisë, ministrave, është shopësësh. Atëherë, ajta heqim imunitetin, nuk jam vetëm ata ministrat që në qershor 2005-ës e thoshin hapur që ju e keni hallin për ministrat tonë, prandaj e doni luftoni opozita. Tani s'mund ta thonë se janë ministrat e PD-s. Bë kaq vjet, shopësësh. Pra nëse heqet imuniteti për gjithë këta persona, për gjithë, atëherë do të jetë një lloj për gjithë. Pse mos a heqim? Pa do të kishte vlerë sepse ju vetë argumentuat që imuniteti është i mangët pa atë pjesën tjetër të reformës në të gjithë institucionet e tjera. Reforma është muhabet tjetër, por imuniteti është tjetër. Flasim niveli i korrupsionit siç është sot. Luftohet më mirë pa imunitet apo luftohet më lehtë me imunitet? Nuk ka dyshim. Është kusht i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm, le të themi, ëh? Absolutisht jo i mjaftueshëm. Sepse unë kam bindjen që nuk ka qenë pengesa imuniteti që prokuroria nuk ka qenë më eficiente. Do t'ju jap një shembull tjetër. Po. Atëherë, nëse mini 100% të atyre gjërave që çojnë nga Këshilli i Lartë i Shtetit në prokurori, është 1% shumë e vogël e cila shkon në gjykatë. Nuk po flas për atë që dënohet. Pra është prokuroria që nuk vepron sipas jush. Por edhe vendimet që merren në gjykata kanë gjyqësori problemet e tyre. Dhe kjo çështja e imuniteteve. Nuk janë vetëm politikanët, është gjyqësori. Pavarësisht që po ta shikosh atë nismin që kemi marrë ne, Partia Demokratike. Po, që është dorëzuar tashmë. Që është dorëzuar tashmë. Ja u heq fare politikanëve, ja u kufizon gjyqtarëve. Pra, gjyqtarët ngelen prapë të privilegjuar në raport me politikanë, po ta shikojmë kështu si grupe, të dy. Ka një vullnet politik këtu. Ne duhet ne njerëz që shkojmë në popull dhe kërkojmë votat e popullit. Populli duhet të jetë i bindur kush është i dyshim dhe kush është i dyshim. Dhe kjo është përretën nëpërmjet votës. Atëherë të heqim çdo lloj sebepi, çdo lloj justifikimi se unë se hetoj do të se ka imunitet. Unë nuk kam asnjë lloj frike që të përgjojnë gjithë bisedat e mia, të shikojmë çdo gjë e mundur që bëhet për çdo qytetar tjetër, bëhet edhe për mua. Në funksion të interesit publik. Gjithmonë në funksion. Por është një ligj i cili do të kërkojë shumë i cilësuar. Çka do thotë duhet përsëri vota e opozitës. Edhe nga vlerësimi që u bë në Bruksel ku ishit së bashku me kolegët tuaj të opozitës, a pati një rekomandim të qartë për sjelljen që duhet ketë faktori politik kaq i ligjit, në fjalë i cili është bërë me mbështetjen e Uralios dhe Paka. Po nuk mund të bënim një diskutim atje për këtë çështje, sepse për këtë çështje kjo ka qenë pjesë e diskutimit që nga 2005. Ne përdorëm një variant, morëm një nismë. Nuk na mbështeti opozita. Atëherë morëm një nismë të njëanshme, është e pamjaftueshme tha prokuroria. Atëherë ne morëm disa përpjekje të tjera, nuk arritëm. Diskutimet dhe nga politikanët në opinionin publik ishin të ndryshme. Atëherë nga PD-ja erdhi, nga Berisha erdhi që le ta bjerë propozimin si të doj opozita. Ndash me ndryshime kushtetuese, ndash me ligj organik siç ka një sugjerim nga Komisioni i Venecias. Nuk patëm një draft. Tani, ne kërkojmë statusin dhe duhet i mbushim ato, duhet i përmbushim ato përparësit që janë shkruar. Qa pengon që tani me që se mori vetë nismën opozita, e morëm në nismën mbi bazën në kuadrin e atyre rekomandimeve që erdhën nga të huajt, nga Euralios dhe nga Paka. Pra, është të rësisht dhe praktikisht është heqje për politikanët, kufizim, për gjyqtarët. Në ushtrimin e detyrës për gjyqtarët. Tani, në qoftë se opozita nuk bie dakord, sigurisht që s'mund të ndryshohet kushtetuta. Se nuk është një gjë që ka në dorë majoranca. Kërkon për hir të ligjit një shumë të cilësuar. Unë besoj që opozita do të marrë pjesë në këtë nismë. Përndryshe do të... Besoni brenda këtij sesioni është vendosur data 6 gusht, ndërkohë që më parë do të ketë edhe një seancë dëgjimore me ekspert konstitucionalist. Atë nuk mund ta them sepse unë kam qenë në konferencën e kryetarëve para se të niseshin. Me kam vështirë të kuptoj rezervat se kemi ballafaqim publik tani, jo vetëm me ata tuaj, por edhe me popullin. Tani pse njëra palë nuk do, nëse s'do. Unë s'do të përregju po, por njerëzit shikojnë. Se mos jeni një lloj si ne. Atëherë, hajtë jemi një lloj si gjithë ata që votojnë për ne. Dhe nisma është konkrete. Supozojmë se s'është i përqyeshëm drafti.
Merë pjesë, sugjero, diskutojmë. Jeni të hapur si majorancë, zoti Beja, për t'i bërë prekje edhe nismës që ju keni depozituar? Si në çdo fushë tjetër. Në gjërat i ka detyrimisht, do të thotë produkti duhet i përbashkët, sigurisht që do bëhet i përbashkët, s'mund ta bësh si do një rapal. Kështu që ne kemi bërë një nismë zyrtarisht, është ligjore. Po asnjëherë nisma që merret për çdo lloj projekt ligji. Edhe kur vjen nga qeveria, nuk kalon si çyn e del. Pra është pjesë e punës parlamentit. Një diskutim të gjerë me grupe interesi konstitucionalist, njohës të ligjit, për të ardhur në një draft i cili pranohet nga gjithë palët. Problemi është se nuk jemi në fillim të kësaj pune. Kjo është e vërtet në fakt. Euralius dhe Paka ja kanë vënë ndrynin me një konsensus që është arritur paraprakisht. Dhe nga ndonjëherë kur shikon lexon ato gazetat, që njerëz që kanë shkruar këtë kushtetut, flasin sot tani ndryshe, është çike ka një propozim konkret. Hajde të diskutojmë, hajde të kalojmë. Kemi një afat, janë disa afate të rregullore së parlamentit. Ti plotësojmë ato, nuk është ai problemi. Problemi është që ne duhet në shtator ta kemi hequr dhe këtë që mos ketë asnjë pengesë për status. Sepse gjërat janë mbi 95% e gjërave janë mbyllur. Ka ngelur tani fare pak gjë. Përpos imuniteteve, unë do doja të kthesha edhe pak tek reforma zgjedhore, natyrisht që është përshëndetur arritja e konsensusit, mund konsiderohet si e mbyllur, nuk është e mbyllur për politikën shqiptare si çështje. Nuk e di nëse ke ndjekur reagimin e partive të vogla, të majta dhe të djathta të shqetësuara që nuk u arrit dot të adresohet çështja e sistemit, madje me një lloj akuze dhe vendosje gishtin ndaj dy forcave të mëdha që bën një goditje pluralizmit në këtë rast. Nuk kanë munguar dhe aleatë të Partisë Demokratike ditën e sotme të shprehnë këtë shqetësim. Në radh parësi vlerësoni këto pretendime të partive të vogla? Nuk është një histori e re. As tek ne as tek vendet e tjera. Është një histori 20 vjeçare tek ne të paktën kur për çështjet elektorale partitë qeveribërse, domethënë forcat më të mëdha që do ta marrin ose një rapal ose pala tjetër qeverinë, kanë disa interesa paksa të veçanta në raport me partitë e tjera të vogla, të cilat nuk arrin dot vetë të marrin qeverinë, por kanë disa interesa të tjera, të tyre, kuptohet. Dhe grupet politike, domethënë partitë, në mënyrë natyrshme do mbrojnë interesat e tyre. Dhe kjo është në fakt shprehen që bëjnë emër të barazisë votës më shumë se sa të interesave të tyre. Dhe të llogaritjes së votës së çdo shqiptari. Ajo vota që jep një qytetar, e jep për një parti të madhe, ai jep për një parti të vogël, është vullneti i tij. Dhe ajo që është e rëndësishme është që pse jep votën qytetari. Për ta mbajtur atë që është në qeveri ose për ta hequr atë që është në qeveri. E jep sepse niset nga ideja e të mirës së vet. Shu apo së shu. Dhe do që votat llogaritet dhe të ketë vlerë, të ketë peshë dhe të mos shkojë dëm. Padyshim. Por nga votimi vjen qeveria. Dhe vendi ka nevojë të qeveriset. Partitë duan, të tëra partitë duan qeverinë. Sigurisht pushteti është në fund të ditës. Pushteti është e duan të gjithë. Por vendi ka më shumë nevojë për qeverinë se sa partitë veç. Pra vendi ka nevojë për stabilitet, ka nevojë për qeverisi. Mekanizmat janë nga më të ndryshmet. Mekanizmat flas elektorale, për shembull, po të shkojmë në Greqi, tek fqinji ynë, ai që merr që zë vendin e parë si parti, ka një bonus të konsiderueshëm. Do me thënë, po more vendin e parë, merr disa dhjetra deputet më shumë vetëm se ke dalë i parë. Pse? Në mënyrë që qeveria që del nga mbrapa mos të varet nga 1-2 vota. Sepse qeveria del me 71 deputet nga 140 që kemi ne. Por në 71 deputetet ne kemi sistemin që edhe ministrat janë deputet. Se kanë të gjitha vendet shumë. Por ditën do bëhet një seancë e zakonshme e parlamentit. 3 ministra janë në udhëtim për të shkruar gjëra financime për Shqipërinë. Atëherë në sallë ka më shumë nga të opozicës se sa të majorancës. Merret dot vendimi për ato ligje apo për ato reforme ka nevojë vendi? S'merret dot. Prandaj është e domosdoshme që produkti i zgjedhjeve të jetë një qeveri e cila ta drejtojë vendin dhe vendi ke stabilitet ekonomik. Por me çka kuptuar në pretendimet e partive të vogla, nuk kërkohet ndryshimi i sistemit per se dhe deri shkojnë prekjet kushtetutës. Edhe disa korrigjime që mund të bëhen formules për të shkuar në emër të barazisë votës. Pra për të mbetur në këtë sistem dhe për të bërë një korrigjim ku mos të shkojë vota dëm. Nuk duhet të futem në elementet konkret, po a ka shans për ridiskutimin e kësaj çështje, zoti Beja, meqense Partia Demokratike vetë ka firmosur le të themi një marrëveshje. Firmosja në parim është tjetër gjë, sepse kush nuk mos firmosi një të drejtë, një parti e vogël përfaqëson një grup të vogël të shoqërisë. Edhe merr votat e tyre për një çështje të caktuar. Është fare logjikshme që ata të kërkojnë drejtën e tyre, s'mund të mohosh një drejtë që ka një grup i caktuar. Problemi është pastaj kush janë mekanizmat të cilët janë të shëndetshëm për vendin.
një nga mekanizmat është ai pragu për të hyrë në parlament. Domethënë, në ato vende që kanë një prag, dhe në shumica e vendeve ka një prag për të hyrë në parlament, votat e tyre vën poshtë, ose i vën partisë parë. Çfarë do të thotë kjo? Që janë të pabarabarta votat e tyre? Sa rritet marrësh atë peshë të domosdoshme, por vendi do shikojë interesin e vet. Atëherë do ta marrin ato vende në parlament, do t'i marrin ato parti që kanë marrë më shumë vota se të tjera. Pse ndodh kjo? Pse është ky prag? Dhe ky prag është i ndryshëm. E ka pas Turqia 8%. Po ashtu Polonia shumë të lartë. Ne zgjodhëm në një ligj të mëparshëm, zgjodhëm 4%, 5% që shumica e vendeve. E bëm 4%. Presioni i madh nga partitë e vogla dhe ne e bëm 2% a 2.5%. Ç'a ndodhi? U bën 13 parti në parlament, me mbështetjen e 2 partive të mëdha, secila sipas kraut vet. Është shumë pas shumë. Tani një Gjermani me mbi 80 milion banor ka 3-4 parti. Një Angli po ashtu me mbi 60 milion banor ka prap 3-4 parti. Shqipëria me 3 milion banor ka 13 parti dhe bëhesh peng parlamenti i sepse ky lloj fragmentarizimi dëmton stabilitetin e qeverisjes. Pra, është e dobishme të vendi të ketë disa parti, jo thjesht 1, 2, 3 parti, pa asnjë dyshim, por pa dyshim do mbrojt interesi i stabilitetit të qeverisjes kur kush s'ka interes, asnjë qytetar shqiptar që të bjerë qeveria çdo një vit. Megjithatë, zoti Beja, me këtë qëndrim të partive të vogla, drueni që mund t'ju kushtoj koalicionit qeverisjes prezenca e tyre. Në koalicion opozitar është deklaruar madje largimi. Nuk është vetëm po të shikoni juve, komentet që bëjnë ato janë nga të ndryshme. Disa mund të ndryshojnë orientim, është e drejta e tyre, disa mund të bashkohen, sepse ata përfaqësojnë sasi vota shoqërinë shqiptare. Pasi ndryshim. Tani kur do të jenë taktikat e mbrojtjes interesave të tyre do t'i përcaktojnë ata vetë. Por nuk është sistemi që i pengon ata. Sepse ky sistem nuk është, modelet janë gjithandej. Taktikat për secilin parti i përcakton partia vet ose me grupe partisë, ose duke bashkëpunuar me një parti të madhe, ose duke bashkëpunuar 2-3 parti të vogla për të pasur një numër të caktuar me një angazhim, me një kontratë që do mbrojmë këto interesa të 2 bashkë apo 3 bashkë apo 13 bashkë. Pra do një përqendrim të votave në aq grupe sa të ketë mundësi të hyjnë në parlament. Dhe kjo është e dobishme për vendin. Por nuk është sistemi, sepse sistemi mund ta ndryshosh do 4 vjet. Dhe përveç sa ajo bie një orientim të njerëzve, nuk bie një stabilizim të procedurave të hyrjes në parlament. Që është e dobishme edhe për partinë e vogël. Se po ndryshove rregullat, sa herë që ta ashtu, ti sfitova në këtë, ata ndryshojmë rregullat. Ku vjen? Zoti Beja, ne folëm për ato që përbëjnë reformat prioritare këto në funksion, jo vetëm përmirësimit cilësisë demokracisë, të qeverisjes, të funksionimit të institucioneve, por edhe marrjes statusit vendit kandidat. Her pas here gjatë atyre muajve të fundit, qoftë nga opozita, ne kemi dëgjuar edhe fjalën dështim për marrjen e statusit. Ju i sapo kthyer nga Brukseli, çfarë ndjesie morët nga qëndrimi i eurodeputetëve? Ka më shumë optimizëm, dyshim? Jo, pikërisht këtë po shikoj te mediat. Po i bjen më shumë borive të atyre që kanë ngelur, se sa atyre që janë kryer. Pra, vazhdojnë të diskutohet të rifjet historie e presidentit, një kohë që ajo është një çështje e mbyllur për Brukselin dhe për Tiranën. Vazhdojnë që të diskutojnë, domethënë kanë ngelur në mënyrë të konsiderueshme, përdorët juve epitetin. S'është as pak kështu, s'është e vërtetë. Dhe nuk s'është e vërtetë që kanë ngelur, është e konsiderueshme ajo që është për të bërë. Ajo që ishte e konsiderueshme u bë. Dhe në qoftë se themi ne shqiptarët, pse do se ne kërkojmë që të hyjmë atje. Ne e kërkojmë status. Atë në qoftë se shqiptarët nuk e mbrojnë këtë që e duam status, të kemi realizuar, se s'është më keq Shqipëria, as nga Malizia, as nga Serbia, as për korrupsionin, as për gjithë të tjerat. Atëherë se duhet në mënyrën e sjelljes, flasim raport me të tjerë, nuk flasim raport brenda me njëri tjetrin, që është tjetër gjë. Në qoftë se e duam gjithë, ta kërkojmë bashkërisht në mënyrë racionale. Është e mundur, absolutisht është e mundur. Duhen mbyllur këto 2 gjëra të vogla që kanë ngelur, të ecim bashkërisht, të mbyllim mos i bien borive të dështimit, se s'është dështim, përkundërsisht më shumë se kur sot kemi ecje përpara. Dhe ndjet këtë filozofi ose këtë vizion edhe në takimin me profesorët e Brukselit. Kam dhe një moment të fundit, zoti Beja, edhe në deklaratën e përbashkët, por vimësisht nga ndërkombëtarët, përmendet roli i Shqipërisë në rajon si një faktor stabiliteti, por edhe në kuadër të angazhimit të vendeve të Ballkanit që kanë aspirata të ngjashme drejt familjes përbashkët europiane. Si vlerësohet sot ky rol? Edhe në takimin që zhvilluat. Atëherë janë 2 pika që janë rolin i Shqipërisë në Ballkan në të gjitha deklaratat kemi bërë ne. Dhe në të gjitha deklaratat që ka zyrtare të Bashkimit Evropian, qoftë parlamentit, qoftë komisionit, qoftë të Këshillit, vlerësohet Shqipëria për rolin paqëtues që ka në rajon. Aq më tepër ndihet ky rol për shkak të shqiptarëve që janë shumicë në shtetet përreth nesh. Kështu që edhe këtë radhë, si gjithmonë, s'ka pasur asnjë diskutim për këtë çështje.
po ashtu është vlerësuar në mënyrë të përgjithshme, përveç opozitës sonë që si çdo opozitë tjetër mendon që po të jetë ajo në qeveri, do të qeverisi më mirë. Është e natyrshme. Por atë qëllim është në opozitë, për treguar që alternativa juaj është e gabuar dhe detyrja më e mirë. Opozita mendon që unë qeveris më mirë se ky është e kuptueshme. Por që të gjithë vlerësojnë që Shqipëria ka përballuar me sukses krizën. Kriza ishte shqetësimi më i madh aty që ishim ne diskutimi ishte ky. Se aty antarët e komisionit janë grekët, janë italianët, janë rumunët. Të prekur drejt për drejt. Të prekur drejt për drejt. Bile edhe këto vendet e lindjes janë, po shikoni ato shifrat e fundit edhe kanë probleme dhe vendet si Kroacia, Slovenia. Dhe në fakt nuk e di nëse më të shqetësuar janë për integrimin apo për mbrojtjen e projektit europian që është i kërcënuar seriozisht. Ata ishin fokusuar në këto shqetësime dhe edhe habiteshin dhe vlerësonin që Shqipëria po ecën meriti. Si jemi akoma me zbriti, flisim për ngritje rrogës. Megjithatë kërkoj kujdes shumë të madh me projekt buxhetin e vitit të ardhshëm që është dhe një vit elektoral për të përmbushur qëllimet dhe për të mos rënë prej krizës. Kujdesin ja u thamë ne të parët që ne po mendojmë përtej asaj që kemi arritur, përtej kësaj që është një ngritje që se bën kush tani. Lexo lajmet, hapet televizion, shikoj kush e bën, pavarësisht që s'është e madhe, por është më e madhe se inflacioni gjithmonë. Dhe për disa kategori dhe pensioneve. Nuk është thjesht një indeksim siç është shpresoj zoti Beqja. Shiko, aty tani ka një mbrojtje të shesave më të rrezikuara. Por duhet kuptojmë që gjithandej po shkurtohen gjithandej, edhe vendet e punës, edhe rrogat, edhe pensionet, ka shkurtime të jashtëzakonshme. Dhe gjithë vendet për edhe, unë besoj këtë e shikojnë gjithë. Kështu që për ne po mbajmë nga tjerat. Dhe një nga dëshmit që po ndodh kjo, dhe ata kishin shumë të qartë, dhe unë u theksova prapë aty, është që nuk ka presion migrator nga Shqipëria drejt BE-s. Dhe kjo duke dhe ka pas një nga pikat i keni aty, është vlerësimi për mos zbatimin e marrëveshjes me liberalizimin e vizave. Vërtet është. Pra, edhe e kanë të vlerësoj dhe ata e vlerësojnë realisht këtë, sepse kanë pas shumë frikë. Ne kanë dhënë me frikë. Kjo ka qenë ndër vlerësimet më pozitive. Edhe thonë, po ta shikosh atje, thonë vlerësojnë masat e qeverisë për të administruar rast incidentet e pakta i ka pasur. Po pse ka ndodhur kjo? Po të kishte këtu një rënje të madhe ekonomike. Presioni migrator, shqiptarët nga Shqipëria në ato vendet e tyre do të ishte më i madh. Nuk ka, nuk kërkojnë. Dhe kjo është një shenjë që këtu... Jo, edhe sepse Europa është në krizë. Pra, ne mund ta shohim këtë në këndvështrimin që Shqipëria është mirë, po edhe sepse Europa është në krizë. Dhe në fakt një gjë paradoksale dhe ka ushqyer shumë euroskeptikët edhe ky fakt që a duhet ta kërkojmë kaq fort integrimin edhe në kushtet aktuale. Megjithëse kjo është një pyetje që më shumë Europa duhet t'ia drejtojë vetvete sepse ajo ka pasur vizionin lidhur me këtë bashkësi. Tani ka më shumë shqiptarë që përpiqen të vënë në Greqi, apo kemi fenomen e kundërt që ka ca shqiptarë nga Greqia vinë në Shqipëri. Kush mund të thotë kjo dyta sigurisht, kush mund të thotë që Shqipëria është parajsa, se ne kemi problemet tona, kemi shumë probleme, por ndryshimet janë të tilla që kanë garantuar stabilitetin. Njerëzit nuk kanë frikë për ato paratë e tyre që i kanë nëpër banka. S'ndodh kështu në këto vende të tjera. Njerëzit punojnë, papunësia nuk është në rritje, përkundrazi, ka një lehtësim, ka një përmirësim të lehtë dhe në sajt hyrja në NATO, një garancie jashtëzakonshme, njerëzit ndoshta se perceptojnë drejt për drejt, por ka një rëndësi të jashtëzakonshme për investimet private të huaja. Nëse ne flasim që shpresojmë të fillojë ai projekti i hidrocentralit të Devollit, domethënë që është rreth 1 miliard euro. Nuk hedh para privat kot në një vend, po si i sigurt që këto para nuk kërcënohen. Po hyrja në NATO i hoqi këto frika për investitorët e huaj. Kemi problem stabilitetit, sigurisht. Stabiliteti sigurisht, por një huaj do të hedhë para vendi kërcënuar gjithsesi, po shumë e rëndësishme kjo. Kështu që është hyrja në NATO ajo që dha ato garanci. Pra për ardhje paresh private dhe flas për investimet e tjera, qoftë fabrikat e çimentos, qoftë hidrocentrale që kanë marrë për në gjitha drejtimet. Qoftë kjo që synon Shqipëria shumë, ai qarkullimi i ardhja e gazit që janë projektet pa siguri nuk hedh para private kush në Shqipëri. Ka një siguri që e mendojnë, e presin, e shikojnë dhe hedhin para private. E dyta, burimi i dytë i madh i financimit është bashkëpunimi ndërkombëtar nëpërmjet institucioneve publike dhe qeverive. Këtë e lehtëson statusi. Pra, marrja e statusit rrit mundësinë për marrë financime nga qeveritë dhe institucionet. Janë 100 miliona euro në vit. Dhe nuk janë pak. Dhe pikërisht tani në Europë ka një klimë, shumë nga ta deputetë që edhe me vonesë më thoshin që
kam qenë në atë komision dhe merrej me ndarjen e parave në përcaktuar suma të mëdha që shkojnë në drejtim të territoreve, sepse duan që ta përballojnë krizën në të gjithë vendet dhe e kanë qartë që kriza përballohet duke ndihmuar në të gjitha vendet që të ecin të futen elemente të rregullt të jenë suksesshëm. Për të nënshkruar disproporcione zhvillimi. Është koha që Shqipëria me marrjen e statusit të jetë përfituese e këtyre mundësive. Prandaj shumë e rëndësishme dhe nuk është thjesht një element politik. Kush do ta përfitojë këtë? Do ta përfitojë qeveria i deri nga zgjedhjet e 2013-s. Sepse cila do të qoftë ajo? Po sigurisht. Sepse vërtet statusi merret këtë vjesht. Po sa të bëhet pjesë e financimeve ka një cikël. Natyrisht që shkon dhe si një benefit i qeverisë së ardhshme për të përmbushur objektivat e saj. Absurde, naive, mos mbështetjen nga tërë grupet politike shqiptare për marrjen e statusit. Dhe çdo lloj zvarritje apo rezerva që përthyen në vonesa për Shqipërinë. Ndërsa ne urojmë klima që po funksionon aktualisht në kuadër të konsensusit e dhënë për reformën zgjedhore, të shërbejë përmbushjes së të tjera rekomandimeve, në radh parë për përmirësuar cilësinë e jetës këtu e më pas për të parë drejt Europës ku synojmë të shkojmë. Faleminderit zoti Beja që ishit në studio. Faleminderit.